Mbi 4 metra e larta me peshë 1 ton janë përmasat e kësaj shtatore të realizuar për Ibrahim Rrugovën. Vepra monumentale mban firmën e skulptorit nga Korça, Julian Muçollari, i cili në muajin maj fitoi në Prishtinë konkursin për realizimin e kësaj shtatore. Vetë skulptori tregon se vështirësia më e madhe për të ishte pasqyrimi në vepër i madhështisë të një personaliteti si Rrugova. Pjesa e vështirë është ajo pjesa që bota e brendshme e Rrugovës, jo thjesht skulpturë, por bota e brendshme që të shprehet ky njeri shumë dimensional, shumë për masa shumë të mëdha. Pasi ai ishte një politikan i spikatur, një letrar i spikatur, filozof i spikatur. Por krijimi i kësaj shtatore bëhet edhe më interesant kur zbulon se derdhja e veprës është realizuar në vetëm 15 ditë. Agim Disha, mjeshtër i realizimit të veprave të tilla, zbulon se si me një grup prej 10 personash kam përfunduar në kohë rekord këtë shtatore në një fondëri private në periferi të Tiranës. Kjo punë u realizu për 15 ditë. Pra, unë me një eksperiencë të madhe pune, gjykoj që kjo vepër është realizuar në kohë tepër rekord. Jo vetëm në kohë, po edhe me cilësi, se mund të realizosh, po çfarë nxjerr në fund. 2 teknika janë përdorur për këtë shtatore, ajo e dheut dhe e dyllit, procese të ndryshme për të bashkuar në një. E ndarë para ngjitjes finale në 20 copë, shtatorja Ibrahim Rrugovës mbart plot 1200 kg bronz. Nga Tirana në Prishtinë, pasi nga dita e nesërme, këtë shtatore madhështore do të mund ta shihni në qendër të kryeqytetit të Kosovës.